Vetëm si ilustrim se fjala shqipe fe nuk duhet të përdoret për grupet religjioze. Nëse do ta përktheja fjalën religion si fe, jam thellësisht i bindur se shqiptarët e besimit katolik dhe ortodoks, por edhe të besimeve të tjera nuk do të ndiheshin mirë. Sepse feja islame pas ka ardhur për të zhdukur çdo fe tjetër. Tani, pyetja është kjo: a beson ndonjë hoxhë se feja islame ka ardhur për të zhdukur çdo fe tjetër? Nuk mund të ketë patriotizëm me përçarje ndërfetare. Nuk mund të ketë patriotizëm në emër dhe mbi kurrizin e feve dhe besimeve dhe ofendimin e njerëzve mbar. Hoxhallarët flasin fjalë të mira për fenë katolike, për fenë ortodokse, e lere më për fenë e Shënësavës së Beogradit, ku thonë se muslimanët ndohen nga kryqalit e Shënësavës, sikur se ndohen me një shtresë të hollë fletët e qepës. Fjala din e Kuranit nuk është fe. Në thelb, kuptimi i saj është liq, ndërsa fjala religion është besim, lidhja e njeriut me Zotin. Tani, nëse dikush nga një grup religios thotë se dëshiron të zhdukë religionet e tjera, është e qartë se ai ka probleme mendore dhe duhet të dërgohet me një herë në një spital psikiatrik. Sepse Kurani nuk thotë se mund ta detyrosh dikë të besoj në Zot, e lere më ta detyrosh të besoj në budallallikun e ndonjë grupi religios që mund të udhëhiqet nga ndonjë shejtan si ky që shehni në foto. Tani më kuptoni më mirë pse them feja e shqiptarit as shqiptaria. Edhe unë nuk jam musliman, nuk jam katolik, nuk jam ortodoks, nuk jam dervish, nuk jam ateist, por jam shqiptar, vetëm shqiptar. Mund të më quani laik shqiptar, se i kam lënë të gjitha, po e dini, dhe jam kthyer në fytyrë të Zotit im, dhe jam super mirë bashk me ata që janë në këtë rrugë të njëjtë me imamin e shqiptarëve.